Të dashur shqiptar, kjo është një lembe ilire që unë e kam bler 13 vjet më përpara, është modeli i lembes ilire, dhe mbi këtë model janë bërë shumë filma perëndimor. Por është lembe ilire. E jashtëzakonshme. Akoma mund të lundroj po ta vësh në ujë. Dhe dua të ndaj me ju këtë film të jashtëzakonshëm për zbulimet e lire që ka botuar babai i Neritan Cekës, Hasan Ceka, heroj popullit, arkeolog, doktor shkencash, gjuhëtar. Ka rezultuar që të gjitha botimet që ka bërë Hasan Ceka janë botuar në një libër të një autori francez në vitin 1976. Të gjitha, kopje. A i ka marrë nga francezi dhe i ka ribotuar dhe njëherë në revistën Iliria. Por francezi ka marrë nga studios të tjerë francez që kanë ardhur në Shqipëri në vitin 1904 për ta pushtuar Shqipërinë. Por në fillim erdhi ekipi arkeologjik. Në atë kohë Shqipëria ishte pushtuar nga turqit. Por Perëndoria turke po rënohej dhe ekipi francez vjen në Shqipëri për të gjetur mbi shkrime greke që i gjeti dhe për të vërtetuar që aty s'ka patur shqiptar. Ky ishte qëllimi i ekipit francez. Zbulimet e tyre ata i dërgojnë në Akademinë Franceze. 70 vjet më vonë botohen nga një autor francez. Hasan Ceka kopjon librin e francezit dhe i boton në revistën Iliria dhe merr titullin e doktoraturës. Të gjithë kujtojnë se janë zbulimet e Hasan Cekës dhe të Neritan Cekës, djalit të tij. Nuk kanë bërë ata asnjë lloj zbulimi. Është një mashtrim shumë i madh që do mësojnë sot shqiptarët. Ky mashtrim doli në dritë sepse Hasan Ceka nuk dinte greqisht. As Neritan Ceka nuk di greqisht. Dhe as grekët nuk din greqisht. Pse do thoni ju? Në Iliri janë folur 26 dialekte të ndryshme helene, pra nuk ka gjuhë greke. Kjo është shumë e rëndësishme. Çdo qytet-shtet helen ka patur gjuhën e tij të veçantë. Megjithatë këto gjuhë kishin fjalë të ngjashme, të përbashkëta. Fjala për diellin, fjala për hënën, janë të gjitha një lloj, por ka fjalë që ekzistojnë në një dialekt dhe nuk ekzistojnë në një dialekt tjetër. Këto fjalë, këto emra të çuditshëm janë quajtur ose pellazg ose paragrek gabimisht nga francezët. Sepse francezët thoshin se përderisa grekët nuk i shpjegojnë dot këto fjalë, atëherë kjo është një gjuhë tjetër. Na del që gjuha pellazge, gjuha ilire, është gjuhë greke e panjohur. Merrni frymthell. Akademia e Shkencave të Shqipërisë e përfaqësuar nga Hasan Ceka që nuk jeton më dhe Neritan Ceka ish ministri i brendshëm, thonë që tekstet janë greke por emrat janë ilir. Çdo me thënë ilir për Hasan Cekën dhe pellazg për autorët francez. Çdo me thënë pellazg ose ilir. Janë emra që grekët nuk i shpjegojnë dot. Mirë po i shpjegoj unë këta emra. Pra, kjo është ilirishtja. Është gjuhë greke, por emrat janë jo grek, pellazg. Ta zëm se nuk janë jo grek. Po çfarë si ka, tekstet janë greke, mbi shkrimet. Dialekti epik, ku emrat dalin pa formën e trajtës së shquar. Është folur në Iliri dialekti epik, është gjuha e Homerit. E kuptoni apo jo? Është folur në Iliri, është gjuhë greke. Dhe tani e vetmja gjë që ndante këtë gjuhë nga dialektet e tjera greke është thjesht lista e emrave ilir, që nuk janë grek. Pra edhe sikur të mos ishin fare grek,
këta emra, rëndësi ka. Për shembull, nëse ti ke një emër sot italian ose gjerman, në të rëndësi ka si e ke emrin ti, ose turk, ti je shqiptar, flet gjuhën shqipe, shkruan shqip. Mbi shkrimi në varrin shqiptar është në gjuhën shqipe. Pra rëndësi ka nëse janë emra jo grek, kur mbi shkrimet në varre janë greke që të gjitha, në Iliri, në Kosovë, Dalmaci, Kroaci, në Hungari, në Dardani, në çdo vend në Gadishullin Ilirik, të gjitha shkrimet janë në greqisht, në dialekte të ndryshme greke. Nuk ka në gjuhën shqipe, nuk ekzistojnë. Pra Hasanse ka thënë që vetëm emrat janë shqiptar. Ta shikojmë, a janë shqiptar apo jo? Të dashur Pellazg. E kuptoni apo jo? Emrat janë shqiptar dhe prandaj ne jemi themeluesit e këtyre qyteteve, sepse emrat janë shqiptar. Mi puna del që as emrat nuk janë shqiptar, janë grek, por është një greqishte që ka evoluar në Iliri, një dialekti pa njohur helen është ilirishtja, të dashur Pellazg. Ka evoluar gjuha greke në variantin Iliristi, se përse do interesoshin grekët për Iliristi, të gjitha fjalët e dialektit Iliristi janë gjetur në Aleksandri, duke i shpjeguar Akademia e Aleksandris me hollësi fjalët ilire. Përse ka bërë një gjë të tillë kur nuk ishin greke? Pse nuk ka sqaruar fjalë të gjuhës persiane ose fjalë të gjuhës latine? Ç'është ky interes kaq i madh për ilirishtën dhe pellazgjishtën? Ku është qëllimi? Vrite pak mendjen. Po ashtu Akademia e Bizantit ka bërë enciklopedinë e ilirishtes. Do ta shikojmë bashkë neve çdo gjë të bukur ilire. Po përse bëri një gjë të tillë? Pse nuk bëri enciklopedinë latine? Perandoria që themeloi Konstantinopolin. Ishte perandoria romake dhe Konstantinopoli ka qenë në Roma e dytë dhe grekët e quajnin veten Romaikos, do të thënë si romak. Grekët e quajnin veten si romak. Pra, përse ata nuk bën enciklopedinë e gjuhës latine? Jo, të ilirishtes. Vriteni pak mendjen, përse një interesim kaq i madh për ilirishtën? Ç'është kjo? E pra, e kishin filluar ta kuptonin që kjo është e ngjashme me greqishtën, por nuk kishin prova të sigurta. Provat të sigurta i kam gjetur unë, të dashur Ilir, të dashur Pellazg. Të dashur shqiptar ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Këto mbishkrime që shikoni ju i kanë bërë akademikët francez dhe anglez në Shqipëri për të vërtetuar që Shqipëria është banuar nga grek. Ky ka qenë misioni i tyre politik dhe për fatin ton të keq, të gjitha mbishkrimet që shikoni në monitor janë në greqisht. Dialekti epik. Dialekti Homerit është folur në Shqipëri, të dashur Pellazg. Gërmat që janë të shënuara me të kuqe janë gërma të dëmtuara, por këta emra nga që janë gjetur në disa pllaka, janë krahasuar me njëra tjetrën dhe janë vendosur pra gërmat që mungonin, sepse tekstet janë të ngjashme. Dhe këto tekste janë zbuluar në vitin 1904, për herë të parë nga ekipi francez. Botohen në Akademinë franceze dhe në Akademinë angleze në Londër dhe në Paris. Dhe siç e shikoni janë zbuluar për herë të parë këto pllaka në vitin 1904. Pastaj botimet janë bërë në vitet 60, në vitet 70, në Akademitë e Londrës dhe të Parisit, dhe pastaj janë botuar në vitin 1987 nga Hasan Ceka në emrin e tij. Pra ai thjesht ka përkthyer botimet e hershme të autorëve anglez që kanë deshifruar pikërisht këto emra ilir. Emri në fjalë pra është Praogisos dhe Praogaios. Që të dyja këto emra, Praogisos dhe Praogaios,
janë tokfjalsha në helenisht. Pra, këta emra nuk janë ilir, nuk janë para grek, por janë grek. Dhe nga e dim në këtë zbulim e kam bërë kështu. Unë e kam bërë në këtë mënyrë. Emri Praugaios është formuar një lloj si emri Praugelos. Në greqisht kjo shqiptohet Praugelos sot. Jelos në greqisht do thotë e qeshura. Praugelos në greqisht ka kuptimin e qeshura e butë, e ëmbël. Pra, si që formua Praugelos, u formua Praugaios dhe Praugisos. Dhe që bëj unë? Pjesa parë pra është tokfjalësh, nga fjala praos në greqisht, që do thot i butë, i ëmbël. Në dialektin atik ishte praes, ndërsa në dialektin epik dhe në iliri është praos dhe praus. Këto janë forma dialektore helene. Ky është një mbiemër me kuptimin i butë, i dashur, i ëmbël. Dhe është ngjashme me fjalën prinati që do thot dashuri, bëj dashuri në gjuhën sanskrite. Pra duhet ta vendos me njëherë këtë fjalë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Fjalën Praugaios dhe Praugisos janë emra grek. Është një greqishte e panjohur, dialekti ilir ose hylluristi, që s'ka asnjë kuptim në shqip. Në greqisht ka kuptimin syshtrembër. Është një sharje që askush s'e ka ditur deri në sot. Pra siç e shikoni, praus përdoret në greqisht për të formuar fjalë. Është e tmerrshme. Është pjesë e një tokfjalshi grek, të një gjuhe të panjohur që na quajmë pellazge. Pra, tani e kemi të sigurt që praus i thonë pikërisht i butë, i ëmbël, është mbiemër. Pjesa e dytë është gaios, që unë kam zbuluar ka kuptimin e tokës. Dhe është përdorur vetëm një herë si metaforë në greqisht. Pra ilirët du ta dinin greqishtën më mirë se sa grekët, të kenë lexuar të gjithë autorët helen në greqisht, të gjejnë një autor ku fjala gaios është përdorur vetëm një herë dhe të krijojnë emrin Praugaios dhe Praugisos. Kjo ka ndodhur. Gaios do thot e tokës. Është përdorur vetëm një herë në një fragment të një poeme në greqisht. Greqishtën e vjetër. Kjo është gjuha pellazge. Fragmente, metaforash të autorëve grek që ne i quajmë fjalë para greke, por janë fjalë kaq të ralla sa që nuk janë përdorur më, vetëm një herë janë përdorur. Është i lloj sikur fjala nën kres, që është jasteku që ka shpikur kadareja, nuk e përdor njëri, atëherë mbas 2000 vjetësh do dalin autor që do thonë që gjuha shqipe është gjuhë para shqiptare. Gjuha e kadares është folur para se të vinin shqiptarët në Iliri, sepse nuk ekzistonte fjala nën kres. Pra, shikoni sa e mençur që jam, një lloj siç u krijua fjala Praugelos, që do të thotë buzëqeshje e butë, e ëmbël, u formua fjala Praugaios, që do të thotë tokë e butë, tokë buke. Pra, ky është genialiteti im. I pakrahasueshëm, nuk do ta gjeni këtë aftësi gjikundi dhe këtë aftësi unë e kam fituar duke bërë filma për ju, që në fakt unë kam bërë për familjen time, për të rehabilituar, për të kthyer në Tiranë. Kaq i madh është dëshpërimi im. Kaq i madh është dëshpërimi im për të kthyer në Shqipëri. Për të pranuar nga kushërinjtë e mi, nga familja ime, sa që unë kam zbërthyer emrat pellazg, ilir, dhe del që këta emra nuk janë shqiptar, por janë të një dialekti të panjohur të folur në Iliri, Kosovë, Maqedoni, Dalmaci, është dialekt grek, ilirishtja.
Këtë se din as autorët francez, as anglez. Su ka shkuar mendja në botë. Kanë thënë që tekstet janë në greqisht, vërtet, që të gjitha, po të paktën emrat janë i lirë, kështu thonë akademikët tanë, i keni parë në televizion. Po pse thonë akademikët tanë kështu, sepse kështu thonë akademikët anglez dhe francez. Nuk i shpjegojnë dot këto emra. Ata kanë ardhur në Shqipëri për të vërtetuar që janë grek dhe se kanë bërë dot. Kjo bëhet me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, që nuk ekzistonte para disa vjetësh. Ç'bën inteligjenca kompjuterike? Gjen emra të përdorura vetëm një herë nga autorë të lashtë grek. Këto fashikuj janë shpërndar në shkretë të tjera të Egjiptit, mbas shkatërimit të bibliotekës së Aleksandris, janë gjetur nga tregtarët arab, janë shitur tregtarëve venecian. Janë dhe sot e kësaj dite këta fashikuj. Pastaj unë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike i krahasoj të gjitha këto tekste dhe gjej fjalë të ngjashme. Pra një lloj siç u krijua praogelos, buzëqeshje e but, u krijua praogaios, tokë e but, tokë buke. Është emër i lirë. A kuptoni apo jo? Është për të qarë, sepse këto zbulime nuk do ishin bërë sikur unë të mos isha sërgjynosur. Nuk do isha marrë me këtë punë, fare. Unë nga dëshira e jashtëzakonshme për të ardhur në Shqipëri, jam djegur nga malli gjithë këto vite, gjithë këto dekada. Si mund të sërgjynosem unë, një njeri kaq i zoti, kaq i zgjuar. Dhe unë i kam bërë këto filma për familjen time, që të gjitha, që nga viti 2020 deri më sot, do vazhdoj të bëj filma derisa të pranohem në gjirin e familjes, pastaj nuk do merrem më me këtë punë. Por dëmi është bërë. Pa dashje nga unë. Cili është dëmi? Këta emra që juve ju duken si lirë janë grek. Por edhe si mos ishin grek vetë emrat, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Mund të jenë emra japonez, kinez, korean, italian, gjerman, dhe s'ka rëndësi sepse tekstet që janë gjetur në Shqipëri, Kosovë, Dalmaci, Çamëri, Maqedoni, Panoni, Hungari, Serbi. Të gjitha këto tekste janë në greqisht. Mbas pushtimit romak, fillojnë dhe shfaqen tekstet në latinisht. Por shpesh janë latinisht, greqisht, dhe kryeministri shqiptar i gënjen shqiptarët të thotë që janë dy gjuhësh. Dhe shqiptarët kujtojnë se gjuha e dytë është gjuhë i lire e shqiptare. Gjuha e dytë është gjuha latine gjithmonë. Kur ju thonë që tekstet janë dy gjuhësh, keni parasysh që gjuha e dytë është gjuha e perandorisë romake. Por gjuha e parë, gjuha i lire, është gjuhë greke. Këtë nuk e dinin as grekët vetë. Edhe grekët kanë besuar që këta janë emra pellazg para grek. Është një lloj sikur fjala nën kres, jastek, e shpikur prej kadares, të lexohet mbas 2000 vjetësh, të bëhet emër personi. O nën kres e bukur, o vajzë e bukur që je si jastek e but. Ta përdori një autor tjetër këtë fjalë si emër. Dhe të bëhet fjala nën kres, fjalë pellazge para shqiptare. Mendoni sa qesharake do të jetë mbas 2000 vjetësh të zbulojnë tekstet e Ismail Kadares në fashikuj të djegur, në papiruse të hedhura aty këtu, dhe të rindërtohet gjuha pellazge e Ismail Kadares. Kjo është gjuha pellazge i lire. Janë emra të përdorur nga autor helen, neologjizma greke. Në fakt, ilirët ishin më fanatik se sa grekët vetë. Në qoftë se grekët nga njëherë kanë përdorur emra pers, emra latin, po ja them kështu me dhimbje të tmerrshme në shpirt, ilirët ishin më fanatik se sa grekët. Ishin ortodoks grek ilirët, po ju a them kështu
Prandaj quhen pellazg, sepse krijonin fjalë nga elementet të greqishtes, krijonin emra ilir. Kaq fanatik ishin ilirët, që po të ishin gjallë sot ilirët, do merrnin shpatat dhe thikat dhe do na ngulnin ne të gjitha mu në bark. Do na çanin barkun në ilirët. More shqiptar, çfarë bën në tokën time, do thoshte iliri. Do na çante barkun ilirin, gjyshin. Do thoshte moj fliqësir shqiptare, çfarë je ti, more? Majmun, që nuk kupton emrat grek të krijuar nga autor grek. Këtë do thoshte iliri, do na çante barkun me thik, gjyshin, ilir. Shikoni pak tekstin që ka bërë Hasan Ceka, sepse shumë e turpshme që ai ka përkthyer, pa ju thënë shqiptarëve. Autorët francez, të Akademisë Franceze, të botimeve të vitit 1904, janë ribotuar në vitin 1976 dhe ky nxjerr në vitin 1987 si botimet e tij dhe bëhet doktor shkencash, heroi i popullit Hasan Ceka. Pra e kuptohet kush janë akademikët shqiptar. Janë mashtrues që të gjithë, janë më të këqinj se jevgat, se pellazgët nga Pradeshi, që të paktën ata dalin si patriot, megjithse edhe qëllimi i tyre është shumë i folliqur, edhe mënyra se si e tregojnë dhe shpjegojnë në shumë ndyrë e turbo-albanëve, po të paktën ata dalin hapur me qëllime patriotike, ndërsa ndyrësirë më të madhe se Hasan Ceka dhe Niritan Ceka nuk ka në rrezullin toksor. Marrin botime franceze, i nxjerrin emrin e tyre dhe thonë janë shqiptare si emra. Më dalin sot, pra del Hasan Ceka është i vdekur, po djali i tij del në televizion dhe pa pikë turpi thotë që janë emra shqiptar. Pa ditur greqisht fare, as një fjalë, as kalimera, as kalinihta nuk di ai. Do ja tregoj, ta shikoni mbi shkrimin grek që ka gjetur Hasan Ceka dhe thot janë shqiptare. Janë ilire. Është turp. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është shumë e turpshme. Është pikërisht shkrimi i përkthyer nga frëngjishtja në shqip i Hasan Cekës, që ka marrë titullin doktor shkencash, pastaj djali i tij dhe pastaj mbesa e tij është doktore shkencash. Këto botime janë botime franceze që janë përkthyer në shqip. Thjesht ai ka përkthyer dhe ka vënë emrin e tij aty poshtë. Domethënë gjë më të ndyrë dhe më të poshtër në historinë e njerëzimit nuk ka. Ne ta shikojmë bashkë. Pra ky është artikulli. Duhet ta lexoni disa herë. Është botuar shqip dhe frëngjisht. Ky është teksti grek. Këta janë emrat grek. Pra o Gaios do të thotë tokë e butë në greqisht. Ky thotë është emër i lirë, emër shqiptar. Këta janë botime më të hershme që ai ka marrë nga autorët francezë. Dhe autorët francezë i kanë ribotuar. Për herë të parë janë gjetur në vitin 1904 nga ekspeditat franceze në Shqipëri. Ata erdhën për të vërtetuar që nuk ka patur shqiptar në Shqipëri, por grek, por tekstet janë greke, vetëm që emrat janë gjoja pellazg. Edhe sikur të ishin jo greke emrat, çrëndsi ka emri. Nuk do thot asgjë se çfarë emri përdor. Teksti është në greqisht. Mirë po na del që edhe emrat janë grek, janë formuar me elemente të greqishtes, si tok fjalsha, dhe janë përdor vetëm një herë nga autor të shquar Helen, që nuk ekzistojnë më. Dhe grekët vetë nuk i kuptojnë dhe i quajnë fjalë para greke, sepse si kuptojnë. Është një lloj sikur dikush lexoj fjalën nën kres dhe në botë nuk të shkon ndërmend që është nën kokë. Fjala nën kres e krijuar nga Ismail Kadareja. Atëherë gjuha shqipe na del gjuhë pellazge, para ilire, para shqiptare, gjuha Ismail Kadares. Pra, e njëjta logjik përdoret nga Hasan Ceka.
Pra, ka marrë titullin doktor shkencash duke ditur shumë mirë që këto bashkësi quhen koinon. Në greqisht është fjalë greke, koinon. Dhe thot që janë shqiptare, sepse emrat gjoja janë shqiptar, por nuk janë. Edhe si kur t'ishin shqiptar, tekstet janë greke, po ja pra që emrat që kanë tokë fjalëshe greke, praogaios do të thot tokë e but në greqisht. Mirë po, nuk është gjetur kur. Pra, kemi autor helen të panjohur, veprat e tyre janë në djegur. Janë shkatruar, është rastësi që janë gjetur disa fashikuj në shkretë të tirat e Egjiptit, ku nuk ka lagështi, nuk janë kalbur, dhe kanë mbetur një lloj si trupat e faraonëve në rër, të padëmtuar nga bakteriet, nga elementet e ajrit. Pra, për shkak se nuk ka lagështi, është tokë e thatë, shkretë të tir, këta fashiku janë gjetur. Në këta fashiku janë gjetur pikërisht origjina e rrënjëve të fjalëve që krijojnë emrat i lirë. Merrni frymë thellë. Këta emra nuk janë gjetur gjikundi. Këto po i shpjegoj unë. Të mbështetura mbi neologjizma të tjera greke. Praogelos, buzëqeshje e but. Është krijuar një lloj si praogaios, tokë e but, tokë buke. Kjo është gjuha pellazge. Neologjizma autorësh grek që nuk janë gjetur akoma, veprat e tyre kanë humbur përgjithmonë. Janë kalbur, janë zhdukur, janë bërë mjalt. Tani çfarë do të bëni ju sot? Pra, ardhja ime në Shqipëri është vullosur. Si do vi unë në Shqipëri? Unë pa dashje kam vërtetuar që s'ka patur kur ndonjëherë shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi. Pa dashje, unë doja ta provoja që ne ishim autokton. Të paktën emrat duhet të kishin dalë shqiptar. Kështu thot Neritan Ceka. Mirë po, as emrat nuk janë shqiptar, janë grek. Ore të paktën të ishin emra semit, sepse fenikasit kanë ngritur kolonitë e para në Shqipëri. Foinike është kryeqyteti i fenikasve në Finiq. Ky është zbulimi im. Dhe alfabeti fenikas pra është kthyer në alfabet i lirë ose grek në Shqipëri për herë të parë. Teorikisht pra gjuha helene origjinale ka lindur në Shqipëri. Dhe kjo është e tmerrshme dhe në Dalmaci, sepse kolonitë fenikase u zvendësuan më pas me koloni greke. Pra vetëm mendohet që ne kemi mbajtur kovat me mjalt. Mund të kishin mbajtur skllëvër të tjerë, s'është e thënë që të ishin shqiptar, po unë ashtu ju them juve. Pra, ne do të jemi të lumtur në qoftë se ne ju kemi qethur drilonin grekërve, edhe labiatanëve, organet e tyre, në qoftë se ne ua kemi qethur, kemi qenë flok qethës. Në qoftë se kemi mbajtur kovat me mjalt, në qoftë se kemi ndërtuar minierat e tyre në Kosovë, minierat e argjendit në Damastion, po ne jemi të parët e botës. Mirë po, siç e shikoni, emrat nuk janë shqiptar, janë neologjizma greke. Atëhere, thonë grekët, ju nuk i keni mbajtur kovat me mjalt. Nuk e provoni dot ju që jeni mjalt të mbajtës, që jeni drilona qethës. Atëhere, që kemi bërë ne? Do më thënë, as drilonin s'kemi arritur do t'ua qethim grekërve ne, as mjaltin s'ja kemi mbledhur dot ne. Po që kemi bërë ne? Ku ishim ne? Në përpemë. Dhe vërteta është që fjalët në gjuhën shqipe, shumica e fjalëve në gjuhën shqipe vijnë nga gjuha latine. Pra, mbas rrëzimit të perandorisë romake, u krijuan fjalët e gjuhës shqipe, pra mbas shekullit të 5 të erës sonë.
Përndryshe nuk del absolutisht asnjë lloj fjalë shqipe në gadishullin ilirik. As në emrat e gjoja ilirëve. Pra, romakët nuk kanë luftuar me shqiptar, merrni frymthell. Romakët kanë luftuar me grek. Ilirët ishin grek, e kuptoni apo jo? Por grek të panjohur, që as vetë grekët nuk e dini që ishin grek. Atëherë, në fakt, rrezikohet pavarësia e Kosovës, e Maqedonisë, pavarësia e shqiptarëve në Maltëzi dhe në Dalmaci, dhe pavarësia e shqiptarëve në Shqipëri rrezikohen shumë, sepse grekët thonë, jo vetëm që kështjellat si janë tuajat, statujat, veprat e artit, amfiteatrot, por as kova e mjaltit nuk është juaj more, mashtrues shqiptar. As emrat nuk janë tuajt, janë emra neologjizma greke, që të gjitha. Pra, çdoni në tokën tonë, do thonë grekët, dhe do marrin shpatat, do marrin heshtat, dhe do na ngulin në bark të dashur shqiptar, në mes të natës, siç bën në Peshkëpi, siç bën në vitin 1997, që shkatruan shtetin shqiptar. Ata e bën. Ata depërtuan në Partinë Demokratike, tani kanë depërtuar në Partinë Socialiste, dhe grekët e kanë bler tokën shqiptare nëpërmjet minoritarëve. Domethënë, ajo që ndodhi në Trojë, po ndodh në Shqipëri. Grekët na e kanë rast kalin neve, me gjithë karrocë dhe me gjithë rrota na kanë fut brenda kalin, edhe grekët thonë që ne krijuam edhe kalin, edhe karrocën, edhe poemën e Trojës. Ju nuk jeni as spektatorët, jo, thonë grekët. Zhdukuni prej këndej, kjo nuk është toka juaj, do ju mbyllim në përkampe, si që mbyllën indigjenët në vendin e gringove dhe u zhduk gjuha e tyre, këtë do bëjnë grekët, do përpiqen të heqin gjuhën shqipe. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.